Mirëmbrëma gjithëve, i nderuar bartës i listës, zotërin Nexhadin Shahini, i nderuar kandidat për kryetar komune Haqim Ramadani, i nderuar kandidat Feti Abazi, i nderuar Blerim, kryetari komunës së Zhelinës, edhe i tanishëm, po edhe në të ardhmen, të nderuar shok, miq e vlezër, të nderuar motra që jeni këtu prezent dhe shumë e respektuar rini që jeni forca e fitores së vlenit në çdo komunë shqiptare. Më lejoni që në emër të shtabit ju falenderoj për këtë organizim, t'i përgëzoj organizatorët e shtabeve lokale dhe njëherit në emër edhe të pushtetit ekzekutiv edhe legislativ, t'i shprej mbështetjen pa rezervë kandidatit ton, i cili jo pse është joni, po padyshim është më i miri prej gjithë kandidatëve. Ju e dini se ne flasim vetëm me fakte dhe me argumente. Për një vjet qeverisje ne kemi bë punë sa 23 vite ata tjerët. Dhe këto mund t'i argumentojmë në çdo takim dhe në çdo bisedë me qytetarët. Edhe në parlament kemi sjell ligje që nga 2001 kanë mbet pezull, ne po i zgjidhim problemet një nga një. Tani po ofrojmë një kandidat i cili është ashtu si është ky tubim, jo me ardhacak pi jashtë, po është bio me gjithë qytetarët të kësaj komune, po ashtu e kemi edhe kandidatin bio, që është shumë ambicios dhe i pari ishtë që e shpalli kandidaturën, i pari ishtë që e shpalli edhe platformën e vetë si ofertën më të mirë për qeverisë me komunën e Bervenicës. Andaj, disa nga ato do t'i përmendi edhe unë, po ndoshta më detajisht do t'i përmend vetë kandidati, po unë jam këtu për të dhënë mbështetjen edhe nga qeveria, edhe nga parlamenti, se në komunën tuaj do të ndodhë ndryshimi, do të ketë mbështetje dhe do të realizohen projekte konkrete, si zgjerimi i rrugës së Vardarit, urës së Vardarit që lidh Çollopekun me Miletinën, zgjerimi i rrugës në fshatin Gorgonic dhe bekatonizimi deri te liqeni, lidhja e Gorgonicës me Sallarevën dhe ne veç ma kemi nis iniciativë për këtë punë, ndërtimi një objekti që do të ketë zyrat edhe posta, edhe policia, dhe po ashtu transformimi ose transferimi i zjarfikseve edhe në komunën tuaj, dhe ne dal nga dal do me thonë po bim gjithë infrastrukturën që i nevojitët këti vendi dhe do t'jemi në gjendje t'i përgjigjemi çdo kërkese që e kanë banorët e Bervenicës për t'jetu me infrastrukturë, me shkolla moderne, me çerdhe, me stadiume, me salla sportive dhe kështu me radhë. Nuk më pëlqen mu që për zgjedhjet lokale të flasim për folklor. Ka kohë kur janë zgjedhjet nacionale, do të dalim edhe do të tregojmë kush sa ka bë. Këtu jemi për një sfidë shumë të rëndësishme. Prandaj edhe unë ju përgëzoj, ju shoh se qytetar simpatizant nga të gjithë palët sonte jeni bë bashkë këtu dhe besoj që i keni tejkalu gjitha dallimet, gjitha ngjirat dhe jeni për t'i dhënë mbështetje Haqimit që me 19 tetor masovikisht të flitni me një zë, duke rrethuar numrin 7, edhe komuna e Bervenicës, t'i bashkangjitët fitores së komunës së Zhelinës, komunës së Tearcës, komunës Bogovinës dhe vula e fitores në Pollok do t'jetë fitoria e madhe në komunën e Tetovës. Të nderuar pranishëm, për në fund kam një mesazh, ne s'kemi kundër askujt. Aq më tepër që janë zgjedhje
komunale, nuk janë nacionale. Ne po garojmë me platformën më të mirë. Unë nuk shoh tjerët se kanë as kandidatin më të mirë, po mos flas për platformën që se kanë askund, as të kaluarën që s'bën asnjë send për të marrë mbështetjen dhe votën tuaj. Duke e njohur karakterin e Aqimit, personalitetin e Aqimit dhe duke e ditë se sa është ambicioz dhe luftarak, besoj që gjithë antarësia, të gjithë qytetarët, të gjithë aktivistët do të radhiten fort mbas Aqimit për ta sjellë fitoren e shumë pritur në komunën e Brvenicës dhe së bashku me ju me 19 tetor në mbrëmjen e ditës së diell të festojmë së bashku edhe në Brvenicë, edhe në Tetov apo nga Likova deri në Strug. Ju falemnderit, na prifte mbara suksese.